Big Brother Kosova, loja e fshehtë e votave, rivaliteti dhe strategjia e Dolces ndaj Albenit dhe Labinotit. Big Brother Kosova, si gjithmonë, ka dëshmuar se nuk është thjesht një reality show argëtues, por një fushëbetejë psikologjike ku strategjia, emocionet, xhelozia, aleancat dhe frika nga rivalet bashkëjetojnë në çdo vendim. Një nga temat më të diskutuara së fundmi është vendimi i Dolces për të votuar në drejtim të eliminimit të Albenit dhe Labinotit, me fokus të veçantë tek Albani, i cili perceptohet si rival i drejtpërdrejt i limit të saj në lojë. Ky veprim ka hapur debat të madh mes publikut, fansave në rrjetet sociale dhe analistëve të formatit. A ishte kjo një lëvizje e ftohtë strategjike apo një reagim emocional i maskuar si lojë? Profili i Dolces në lojë. Dolce që nga hyrja në shtëpi është paraqitur si një lojtare e qetë, por shumë e vëmendshme. Ajo nuk është nga ata banorë që shpërthejnë shpesh në debate, por pikërisht kjo qetësi e saj ka ngritur dyshime se pas buzëqeshjes fshihet një strategji e menduar mirë. Në Big Brother, shpeshherë lojtarët më të rrezikshëm janë ata që flasin pak dhe veprojnë shumë. Dolce ka ndërtuar me kujdes imazhin e saj para publikut, e matur, e drejtë, e ndjeshme, por njëkohësisht ambicioze. Dhe pikërisht këtu fillon konflikti i brendshëm me figura si Albani. Albani si rival i drejtpërdrejt. Albani është perceptuar si një nga konkurrentët më të fortë të këtij edicioni. Karizma e tij, aftësia për të komunikuar, mbështetja nga publiku dhe pozicionimi i qartë në situata konflikti e kanë bërë atë një figurë dominante në shtëpi. Për shumë banor, Albani përfaqëson rrezikun final. Nga kjo perspektivë, vendimi i Dolces për ta votuar Albenin nuk duket as pak i rastësishëm. Ajo e kupton se për të arritur deri në fund, duhet të eliminojë ata që kanë potencial më të madh për të fituar. Dhe Albani, në sytë e saj, është pikërisht ky rival, Labinoti, viktimë kolaterale apo pjesë e strategjisë? Në anën tjetër, Labinoti shpesh shihet si një lojtar emocional, i sinqert, por her pas here i paqëndrueshëm në vendime. Ai ka krijuar lidhje të forta emocionale në shtëpi, por kjo e bën edhe të parashikueshëm. Votimi i tij nga Dolce mund të shihet si një mënyrë për të dobësuar një boshë të mundshëm aleance që mund të mbështesë Albenin. Pra, Labinoti në këtë rast mund të konsiderohet si një dëm anësor i një loje më të madhe, ku objektivi kryesor mbetet Albani. Frika nga rivaliteti apo instinkt mbijetese? Një pyetje kyçe që lind është: apo vepron Dolce nga frika se Albani mund t'i zërë vendin në finale, apo thjesht po ndjek instinktin e mbijetesës në lojë? Big Brother është një lojë ku vetëm një fiton. Çdo banor e di këtë. Në këtë kontekst, eliminimi i rivalëve të fortë është pjesë e rregullave të pashkruara të formatit. Megjithatë, publiku shpesh e gjykon këtë si tradhti, xhelozi apo lojë të pisë. Dolce, duke votuar Albenin, tregon se ajo nuk dëshiron të ketë rival të fortë përballë saj në fazat e fundit. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se ajo e urren apo e nënvlerëson atë, por se e respekton aq shumë sa e sheh si kërcënim real. Reagimi i publikut. Publiku i Big Brother Kosova është i ndarë. Një pjesë e shikuesve e mbështesin Dolcen, duke e konsideruar një lojtare inteligjente që po luan lojën ashtu siç duhet. Sipas tyre, Albani është i fortë dhe eliminimi i tij do ta hapte lojën për të tjerët. Nga ana tjetër, ka edhe nga ata që e shohin këtë veprim si frikë dhe mungesë guximi për të përballur me rival të fortë në mënyrë të ndershme. Ata argumentojnë se fituesi i vërtet duhet të dalë përballë konkurrencës së fortë, jo tashmë nga atë, loja psikologjike dhe pasojat afatgjata. Vendimi i Dolces nuk është pa pasoja. Nëse Albani mbijeton, raporti mes tyre do të ndryshojë rrënjësisht. Besimi do të thyet dhe çdo bashkëpunim i ardhshëm do të jetë i pamundur. Kjo mund ta izolojë Dolcen në shtëpi, duke e bërë më të ekspozuar ndaj nominimeve të ardhshme. Por nëse Albani eliminohet, Dolce do të ketë hequr një pengesë të madhe nga rruga e saj drejt finales. Rreziku, në këtë rast, ia vlen përfitimin, përfundim, lojë apo emocion. Në fund të ditës, Big Brother Kosova është një lojë ku emocionet dhe strategjia ndërthuren vazhdimisht. Votimi i Dolces për eliminimin e Albenit dhe Labinotit është një shembull i qartë se si frika nga rivalet, dëshira përfitore dhe instinkti i mbijetesës mund të ndikojnë në vendime që duken të ftohta, por janë thellësisht njerëzore. A do ta çojë kjo Dolcen drejt fitores apo drejt rënies së saj? Kjo mbetet për tu parë. Por një gjë është e sigurt, loja sapo është bërë shumë më interesante. Big Brother Kosova vazhdon të dëshmojë se nuk fiton gjithmonë më i zëshmi, por ai që di të lexojë lojën dhe të veprojë në momentin e duhur.